5 shenjat më me fat për ditën e diel 26 korrik. Britsjapi, hëna në shenjë, kontroll absolut dhe sukses personal. Britsjapi merr përsëri kryesimin e ditës. Me praninë e hënës drejt për drejt në shenjën tuaj gjatë gjithë të dielës, ju jeni përfituesit kryesor të një energjie të jetë të strukturuar dhe me ndikim të lartë. Çdo pengesë e ditëve të kaluara zhduket dhe zëvendësohet nga një qartësi e jashtëzakonshme mendore. Lidhja e favorshme e hënës me Saturnin ju jep një autoritet natyral për të vendosur kushtet tuaja si në punë ashtu edhe në çështje financiare. Vendimet që merrni sot do të keni gjatësi dhe do t'ju sjellin përfitime të mëdha materiale. Në planin e ndjenjave rrezatoni një siguri të patundshme që tërheq respekt dhe admirim nga partneri. Beqarët e kësaj shenje mund të presin kontakte me persona me peshë pjekuri të lartë. Shfrytëzojeni këtë ditë për të marrë vendime madhore sepse fati dhe kontrolli janë plotësisht në dorën tuaj. Demi, trinë e hënës, qartësi financiare dhe harmoni. Për demin e diela sjell një valë të fuqishme fati faltrinës perfekte që hëna në Britsjap formon me shenjën tuaj të tokës. Kjo energji aktivizon sektorin tuaj të horizonteve të reja, duke ju çliruar nga stresi dhe duke ju hapur dritare të shkëlqyera për rritje personale. Sot do të keni intuit mjaft të mpret për të spikatur mundësi të reja fitimi apo për të organizuar me precizion investimet afatgjata. Në sferën afektive mbizotëron një frymë ngrohtë mirëkuptimi. Bisedat me partnerin do të jenë konstruktive dhe do të konsolidojnë besimin në ndërsjellë. Në nëntok po gatuhen projekte që do t'ju sjellin stabilitet të lartë financiar gjatë muajve të ardhshëm për ju. Besojeni në vizionin tuaj praktik dhe mos hezitoni të hidhni hapa për zgjerimin e aktiviteteve tuaja. Virgjëresha, krijimtari e lartë, romanc dhe frymëzim. Virgjëreshat renditen në top listën e më të favorshme sot, pal aspektit të jetë harmonik që hënat e Britsjapi krijon me shtëpinë tuaj të pestë të pasioneve. Kjo e diel ju heq peshën e ankthit dhe ju dhuron momente gëzimi natyral, frymëzimi artistik dhe arritjesh personale. Në planin e biznesit apo ideve vetjake do të keni zgjidhje gjeniale për çështje që më parë dukeshin të ndërlikuara. Në dashuri jeni absolutisht në kulmin e sharmit, çiftet do të përjetojnë një ringjallje pasioni dhe dëshire për të kaluar kohë cilësore bashk, ndërsa beqarët do të tërheqin njohje të reja me shumë lehtësi përmes karizmës së tyre natyrore. Lëreni perfeksionizmin me një anë dhe lejoni veten të shijojë suksesin dhe vëmendjet që po merrni sot. Luani, fuqia e diellit, magnetizëm dhe rezultate konkrete. Luanët vazhdojnë të mbajnë fronin e vitalitetit falpranisë së diellit në shenjën e tyre. E diela ju sjell një ekuilibër unik mes energjisë shpërthyese të diellit dhe produktivitetit praktik që sjell hëna në Britsjap. Sot keni aftësinë për të kthyer çdo ide apo plan në diçka konkrete dhe mjaft fitimprurse. Në financa mund të merrni konfirmime pozitive ose ide të reja për zgjerim buxheti. Në planin sentimental, shkëlqimi juaj është i pakonkurrueshëm. Çiftet do të ndihen më të afërt se kurrë mes projekteve të përbashkëta, ndërsa për beqarët kjo e diel rezervon mundësi të jetë interesante flirti me persona që admirojnë forcën tuaj karakteriale. Përdorni vetbesimin tuaj natyral për të udhëhequr dhe për të realizuar objektivat tuaja më të rëndësishme. Akrepi, sekstili hënës, negociata me fitim dhe mpretësi. Akrepët mbyllin 5 shenë me më shumë fat së dielës falë sekstilit të jetë mbështetës midis hënës në Britsjap dhe shenjës suaj të ujit. Sot mendja juaj punon si një kompjuter me precizion të lartë. Është ditë e jashtëzakonshme për biseda me peshë, mbyllje marrëveshjesh apo sqarim dokumentesh që kërkojnë vëmendje maksimale. Intuita juaj financiare do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të sigurta dhe pa rrezik. Në sferën e ndjenjave, sinqeriteti dhe thellësia e komunikimit tuaj do të fshihin çdo paqartësi. Marrëdhëniet në çift do të marrin një trajt më serioze dhe solide, ndërsa beqarët do të magjepsin përmes inteligjencës dhe misterit të tyre. Përdorni aftësitë tuaja negociuese për të zgjidhur çdo çështje dhe për të siguruar fitime afatgjata.